Seanca e kuvendit të enjte nisi në një tonë relativisht të qetë, por situata u tensionua shpejt pas akuzave të deputetit Sali Berisha në adresë të mazhorancës, të cilën e akuzoi për mos organizimin e mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Fjalorin, Zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i kuvendit. Përgjigjen e parë me të njëjtën monell ja dha socialistja Sara Mile. E me qënë se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja. Replikat Berisha i vijoi edhe ministren e Brendshme pas mbërritjes së kësaj të fundit në seancë plenare. Po se je gënjeshtar patologjik i nderuar, je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe një porositës kronik i dhunës, i derdhjes së gjakut, e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër, përveç këtyre, mbyll edhe sytë edhe gënjen, nga mëngjesi deri në darkë, po si të vjen zor pak, nuk e shkove në spital, pse nuk i takove policët? Mbyjesh dhe gënjen, trego, plagë kanë, turp kesh, plagë kanë fotografi, ku i ke, ku janë, kanë emra, cilët janë, asnjë. Protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumë gome që mund të çpoj me probabilitetin me të mallkafken. Tjetri në kokë, tjetri pas veshi plumin. Mes tensioneve në sallë, Niko Peleshi ndërpreu seancën e kuvendit, por Sali Berisha akuzat për Edi Ramën dhe kryetarin e gjykatës kushtetuese lidhur me mosbotimin në fletorin zyrtare të vendimit për çështjen Balluku i vijoi jashtë parlamentit. Nëse vendimi i parë që i interesonte Edi Ramës u publikua brenda 2 orëve, vendimi tjetër mbahet në sirtar, nuk zbardhet nga famozja që kryeson gjykatën, e cila është një militante e verbër e Partisë Socialiste, nuk zbardh vendimin në mënyrë që Belinda të Lubia të ketë kohë për të shkatruar dokumenta bashkë me Ramën. Ju e keni pa kamionët, po çdo natë me thas, me baule, dalin nga kryeministria për të zhdukur gjurmë krimesh.